Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Kërlycë-Përmet në Shqipëri, ku si pasojë kanë humbur jetën 8 persona. Sipas njoftimit të policisë, 7 persona dyshohet se janë shtetas nga vendet e treta dhe drejtuesi i automjetit është nga Shkodra. Rreth orës 4 në aksin rrugor Këlqyr-Përmet në afërsi të fshatit Kuqar, dyshohet se si pasojë e humbjes së kontrollit mbi drejtimin e automjetit nga drejtuesi, automjeti tip Benz ka dalë nga rruga dhe ka rënë në anën e lumit Vjos. Si pasojë e daljes nga rruga kanë humbur jetën 8 shtetas. 7 shtetas dyshohet se janë nga vendet e treta dhe drejtuesi i automjetit nga Shkodra, thuhet në njoftimin e policisë. E sipas raportimeve të Ora News, dinamika e ngjarjes është ende e paqartë, por burime bëjnë me dije se mjeti me emigrant të palitshëm është pikasur nga patrulla policore, duke shtuar shpejtësinë për t'i ikur policisë. Drejtuesi nga Shkodra e ka humbur kontrollin dhe mjeti ka dalë në rruga dhe ka rënë në afërsi të lumit Vjosa në fshatin Kuqar.